drejtor shëndetore së Ministrisë Akademisë Shkencave të Shqipërisë, nderuar drejtor i Institutit të Gjykatës së Përgjithshme, nderuar kolegë të pranishëm. Ishte përcaktuar sot hapën veprimtarin komemorativ të filologjisë dhe internistit në Europë, me disa puntime që janë të përqendruara në stabilimin e personalitetit të tij, me interesa studimore që tekin në storjen dhe metodologjinë për disiplina të tjera, me cilat ai është specializuar për shërbim Simoni për diftorin e përgjithësisë së Asambleisë Akademisë Shkencave. Debata dhe jo akademik, po, nderuar akademistë Milica, akademik Doja, të dashur kolegë, të dashur profesorë. Shumë shkurt do them pak fjalë për vlerësimin e kryesisë së Akademisë Shkencave për këtë kryes shkencore që i kushtohet studiosit akademik, prandaj të dy akademikëve shkencore të Francës, Belgjikës, Mario Rop, një prej themeluesve të studimeve botutiane, gjithë një pranishme në studime filologjike, letrare, bujësore, filologjike, dialektologjike dhe në historinë e shkrimeve. Do t'ju shpjegoj pak përse jam vetëm unë këtu, paralelisht me këtë pyetje që zhvillohen edhe 14 relasive të specialitetit që janë blerë bashkë me relaksiv gjejse të Kosovës, në vetëm kohë është pak më vonë është një veprimtari përmbysëse për 100 vjetorin e Jakob Zozë, kështu që jemi këtu së bashku dhe dy fjalë do i them në emër të kryesisë. Verset të parë që është departamenti që duhet të duar për iniciativën që ka marrë, nuk është iniciativa e parë, iniciativa të tilla ka marrë departamenti edhe më herët. Po kujtoj këtu për shembull dy kërjesa që u zhvilluan për të pacientin që kanë qenë kërjesa të suksesshme dhe që ndoshta kërkesat e paraqitura nga ato dy ngjarje shkencore mund të bëhen bashkë dhe të votohen. Mendoj se është gjetur momenti i duhur dhe personaliteti i duhur për të treguar se Departamenti i Studimeve Letrare, Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë e ka në vëmendje që viti 2024 është shpallur si vit i gjuhës shqipe dhe që më lejoni ta them është shkruar më shumë përket veprimtari kjo shpallje mos metet vetëm si e tillë, por qefti një qëndrim ndërkohë ndaj gjuhës shqipe, si të marrë përgjegjësie ndaj gjuhës shqipe si trashëgimi, por edhe si një shprehje kujdesi dhe si një pjesëmarrje shkencore për nderimin e këtij viti. Po një aspekt tjetër shumë e rëndësishme është se ndoshta unë gaboj se të njëjtin specialitetit jeni ju të gjithë këtu, por pak në mënyrën si e shohim veçarjes një prej librave më të studiuar në historinë e 5 shekujve letërsisë shqipe, e studiuar nga albanologjia vendase dhe nga albanologjia e huaj. Më së paku një shekull studimet botutiane janë të institucionalizuara, por veç të tjera Mario Rop është një personalitet kyç në këto vite studimesh. Besoj se kjo tryezë me rëndësinë edhe nga fakti që sikurse jemi të gjithë denisë se kemi qenë pak a shumë pjesëmarrës, disa vite më parë Akademia e Shkencave ka zhvilluar një konferencë kushtuar pranisë së gjuhës së huaj si gjuhë të dytë në 3 shekuj, 2 shekuj e gjysmë, 3 shekuj studim në letërsisë shqipe që prej Buzukut deri së paku deri tek Bogdani, po ndoshta edhe në vonë me Kuvendin e Artit apo pak më vonë. Një letërsi dy gjuhëshe, traditë që u trashëguar pastaj edhe në periudhën e romantizmit, dhe deradën me shumicën e shkrimtarëve arbëresh, po edhe me degën tjetër të romantizmit shqiptar, me degën lindor të romantizmit shqiptar, dhe atëherë është shtruar pyetja se çfarë do të bëhet me kolonën e dytë të kësaj letërsie. Kolona e dytë e kësaj letërsie dy gjuhëshe që është o gjuha e garantimit, gjuha e kanonit, po është gjuha e burimit, si thua një tekstus receptus, apo është gjuha prej së cilës ka dalë rikrijimi, krijimi.
Duhet ta themi të vërtetën se në studimet e deri sotme, teksti paralel i cili do të qoftë funksioni i tij, përveç në një rast shumë të rrallë, kam parasysh studimet e Anila Omarit për çetën e profetëve, teksti burimor, teksti në gjuhën tjetër, qoftë latinisht, italisht, greqisht apo në ndonjë gjuhë tjetër, është një tekst i shpërfillur, sikur është një tekst që nuk i takon kësaj lehtësie. Ne herë pa duhet të përgjigjemi kësaj pyetje. A është pjesë e lehtësisë e trashëgimit letrar shqiptar edhe ky teksti i parë, apo ne do të mjaftohemi vetëm me çfarë kohë në gjuhën shqipe. Dhe do të verifikojmë a është korrekt në raport me tekstin e mëparshëm apo nuk është korrekt. Po, kjo është një pyetje që do të na mundohej edhe më tej. Me të drejtën mendoj se departamenti ka përcaktuar cilësinë themelore që lidhet me fillimet e filologjisë shqiptare. Për fat të mirë në këtë etapat e fundme, filologjia shqiptare është paraqitet si një shkollë e konsoliduar me emra shumë të rëndësishëm, disa prej cilëve janë këtu, po do të doja që të kujtoja edhe Matteo Mondalan, Francesco Altimari, Recep Ismailin, Bartën Demira dhe shumë të tjerë. Dhe e shumë e rëndësishme është studimi filologjike, teknologjia kritike, gjeneza e tekstit. Tashmë me punë individuale apo në grup janë të avancuar si disiplinë, por është e nevojshme që të shëndoshen dhe të kenë perspektivë për të arsye ajo që mund të them tani unë është se Akademia e Shkencave do të mbështesë formimin e studiosëve të rinj në specialitetin e tekstologjisë kritike, po ashtu edhe në gjuhët e rrallë, në latinisht, greqisht, slavisht, në mënyrë që filologjia mos metet një çështje vullnet e shëndera, por të ketë perspektivën e domosdoshme si disiplinë. Duke ju uruar njëherë që të keni sukses në këtë kryes, do të lutem sa shumë të mirë kuptoni, mos na shoni se mund jetë mirësjellje që unë do të duhet tani që të larguar. Ju faleminderit dhe mbarësinë të kryes. Jam i kuptuar apo është i parit të filologjisë për veprimtarinë, se ofran që t'ja veprimtarinë, nëse se tashmë ashtu do të ndërmarrë tekniket, faleminderit profesor për kontributin. Atëherë nga grupi organizator i kësaj turieze shkencore në lidhje me personalitetin e Mario Rokut, u mendua që të ketë edhe një paraqitje të situatës, të kontekstit të cilën vjen vepra Mario Rokut si kontribut edhe për filologjinë shqiptare, dhe meqense është një tematik e konceptuar në këtë temë, Mario Roku si vijues një tradite dhe një shqiptar një tjetre, duke pas parasysh që nuk erdhi në boshllëk kontributi i Mario Rokut dhe është e ngarkuar me të dhëna, nuk po lexoj në mënyrë të drejt për drejt tekstin e hartuar, por po me slajdera po mundohem të jap disa të dhëna që të krijojmë një ide për kontekstin në cilin në vetvete mund të integrohet kontributi i Mario Rokut. Para se të filloj trajtimin edhe problematikën, do doja në parantezë të shtroja pyetjen e cila gjithsekush mund ta bëj, pse sërish Mario Roku në qendër të vëmendjes sonë. Profesor Shabani dhe profesor Evalda tha diçka që mund të jetë e kësaj natyre, mendoj që ka edhe disa arsye tjera të cilat na shqetësuan ose na shtyn në këtë aspekt, dhe mendoj që në aspektin epistemologjik mund të trajtojmë se Mario Roku përbën tashmë një fenomen në kontekstin e dijes sonë albanologjike, por edhe më gjerë se sa kaq, dhe si i tillë mund të shndrohet në objekt studimi në çdo kohë. Dhe nuk mund të themi që pse sërish. Në çdo kohë, objekti i studimit është objekti krijuar nga studiuesi. Dhe ne për interesat tona, për kontekstin e zhvillimeve të albanologjisë etj, mund ta shndrojmë. Dhe si të tillë, në këtë moment
sigurisht që kemi të dhëna që mund të ofrojmë sërish disa interpretime. Së dyti, po në këtë aspekt epistemologjik, kujtoj që epoka e tanishme hap më tepër mundësi edhe albanologjia, edhe studiuesit shqiptar, më së shumti nga akademikët janë ofruar të tilla kënd vështrime dhe metodologji, por në mënyrë të veçantë një kategori e veçantë që ka të bëjë me dijen edhe me vetë lëvrimin e saj është konteksti si i tillë. Dhe konteksti si i tillë vjen dhe furnizon gjithmonë më shumë në një dinamikë të vazhdueshme kthimin dhe rikthimin tek të njëjtat personalitete për dinamikën e vetë pasurimit të dijes, edhe dijes shkencore, por dhe dijes albanologjike. Kam sjell një citim këtu nga një përfaqësues i shkollës së Palo Alto, i cili thekson se konteksti nuk është thjesht mjedisja apo rrethana e përlindjes së prureve shkencore. Ai është një vend aktiviteti. Në një kohë aktiviteti dhe rregulla të përftimit të domethënieve përkatëse, ndërkohë që dhe vetë ato rregulla janë në funksionim sipër. Dhe në fakt, edhe në lidhje me albanologjinë, edhe në lidhje me Mario Rokun, edhe në lidhje me studiuesit e tjerë francezë të cilët i janë përkushtuar studimit të shqipes, gjithmonë më tepër zgjerohet dija në lidhje me jo thjesht me veprën e tyre, por edhe në lidhje me kontekstin e ofrimit të kësaj dije. Në mënyrë të veçantë, për Mario Rokun, meqense këtu kemi edhe përfaqësues edhe më gjerë se sa thjesht lusi antropologjie kështu me radhë, në lidhje me Mario Rokun, konteksti në cilin ai vepron në vitet 10, 20, 30, është një kontekst i cili si pasojë e botimit të materialeve të Komitetit të Studimit të 917-ës të francezëve, të qeverisë franceze, dhe botuar nga shoqata e sociologëve francezë, tashmë 2015-2017 në vijim, një mori materiales të cilat të sollën të dhëna të tjera të kontekstit politik shkencor të Francës atyre viteve dhe të studiuesve francezë në lidhje me vetë dijen shkencore të asaj periudhe. Pra, janë të dhëna të cilat nuk na pengojnë, por gjithmonë më tepër na e imponojnë që ndaj figurave madhore të kemi sërish qasje. Por edhe në një plan tjetër, mendoj që mund të jetë në planin e aspektit socio-shkencor. Mendoj që dijet e referencës, dijet teorike në gjuhësinë shqiptare, në albanologji e tjerë, janë gjithmonë më të thelluara, gjithmonë më të zgjeruara. Por kujtoj që edhe periudha e tanishme kanë nxjerrë në pa diçka që duhet të tejkalohet ose duhet të plotësohet. Dija teorike apo dija e referencës në raport me diskursin social. Për të mos i lënë vend amatorizmit, për mos i lënë vend interpretimeve jo të drejtë për drejta shkencore e kështu me radhë në raport me problemet e albanologjisë, do duhet që të kemi kujdes pikërisht në një moment të caktuar të shohim se si mund të shërbejnë këto dije të referencës, këto dije shkencore në diskursin e përgjithshëm social në Shqipëri. Dhe nëse do ta kemi të tillë këtë parimësi, atëherë pikërisht kemi nevojë për modele, dhe modele janë sigurisht rreth parë tek personalitetet. Figura Mario Rokut është një personalitet i kësaj natyre dhe mendoj që e meriton pikërisht këtë risjellje sërish në vëmendjen tonë. Dhe së treti, mendoj që jemi në një periudhë pas gati 100 vjetësh pas vëmtarisë dhe kontributit të Mario Rokut. 100 vjet të cilat sërish në albanologji na kanë sjellë në një situatë të re. Dhe është një situatë kur albanologjia tashmë e ka qendrën në Tiranë bashkë me Prishtinën dhe tashmë studimet vendosen pikërisht në këtë marrëdhënie dhe të huajt për albanologjinë ose studiuesit albanolog të huajt për albanologjinë sigurisht mund të rishihen dhe mund të riinterpretohen dhe nëse trajtojmë dhe respektojmë këtë traditë sigurisht që mendoj që jemi në hullin e duhur. Nuk mund të sjellim gjëra shumë të reja për momentin në mënyrë të drejtë për drejtë. Por më tepër, për Mario Rokun dhe për studiuesit francez, ka një mori vërmëtarish të cilat janë bërë, vetëm 30 vite të fundit, janë 4 vërmëtarish shumë të mëdha, cilat janë kushtuar studiuesve francez për albanologji, ose për gjuhën shqipe. Qershia mbitor është konferenca e Prishtinës e 2021-shit, ku u mblodhën, kumtuan dhe u botuan materiale shumë interesante, por këtu Universiteti i Shkodrës ka bërë 2 konferenca shumë serioze dhe shumë interesante, po kështu dhe Universiteti i Tiranës dhe përmbledhura në një vëllim Shqipëria dhe Franca, vështrime dhe shkrimet të kryqëzuara. Pra, nuk mungojnë dijet e referencës, nuk mungojnë dijet
teorike dhe interpretative për këtë problem. Ndoshta në këtë moment kemi nevojë dhe për rrezat të kësaj natyre që të kemi këtë përputhje midis kësaj dije teorike, të thelluar albanologjike dhe diskursit social dhe familiarizimit me këto arritje që janë bërë ndërkohë. Ka një specifik pikërisht ky kontekst i kontributeve të albanologëve francezë, dietarëve francezë në raport me albanologjinë, në raport me Gjermaninë, me Italinë, me Anglinë, e kështu me radhë vendet e tjera. Është jo vetëm hershmëria, dhe hershmëria nga studiuesi tashmë është theksuar që është qysh në kontaktet e para të botës shqiptare me botën franceze, qysh me Robert Giscardin, ose më tej me Guillaume Adet, por specifika është që natyra e kontakteve dhe natyra e respektimit të vendit Buzë Adriatikut, të zonës shqiptare, të territorit shqiptar, të qytetërimit po e quajmë shqiptar, të dhënave të ndryshme në lidhje me gjuhën shqipe, është bërë në një këndvështrim ku është marrë një pjesë e mirë e dietarëve. Dhe jo vetëm për kuriozitet, por është një argument i cili më të shumti sillet në studimet tona, ku një mori personalitetesh, duke filluar me Pierre de Ronsard dhe me të tjerë më tepër, me Montaigne, me Voltaire, me Lamartinin, me Chateaubriandin, Hugoin, Dumasin, Merimen, Flaubertin, Apollinaire e tjerë, kanë sjell si kontribut për botën shqiptare. Por, në mënyrë të veçantë, nuk e di pse është lënë kaq në harres, nuk përmendet asnjëherë, dhe mundet të bëhet pjesë e kësaj që unë po e quaj konteksti i diskursit social. Qysh me Ronsardin kemi atë sonetin e famshëm për Skënderbeu, dhe qysh në 900-ën Konica e ka sjellë në gjuhën shqipe. Ka mbetur në heshtje, i pa njohur, i pa interpretuar, i pa sqaruar, etj, plus dhe të tjerët, dhe e kam sjellë këtu dhe është një elogj, është një lavd i madh për epokën, por sidomos për Skënderbeun edhe për Shqipërinë. Por nga ana tjetër, në këtë kontekst ku në shekullin 20 Mario Rocco futet si vijuesi një tradite, në mënyrë të drejtë për drejtë kemi dietar, kemi edhe të fushës më të drejtë për drejtë të gjuhësisë dhe të albanologjisë. Mund të themi dietar ose kontribues që vishin nga profesione të ndryshme, dhe në mënyrë të veçantë diplomat dhe politikan dhe udhëtar dhe të fushave të tjera të palidhura drejt për drejt me gjuhësinë, siç është Pugvili, Bueja, Ami Bueja, Jarrey, Degrand, Ekar, Rey, Gotar e tjerë, por në mënyrë më të drejtë për drejtë, me vepra të drejtë për drejta, të cilat e krijuan kontekstin në cilën në shekullin 20 Mario Rocco bashkë me pasuesit e tij krijuan një kontakt të drejtë për drejtë me literaturën në gjuhën shqipe dhe për gjuhën shqipe, mund të përmendim Bonapartin, Louis-Lucien Bonapartin, nipin e Napoleon Bonapartit, i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm në lidhje me Shqipen, por sidomos me Shqipen e arboreshve të Italisë, ka disa studime të kësaj natyre. Në mënyrë të veçantë për Louis Bonapartin doja të theksoja që është mbledhësi më i spikatur në historinë e albanologjisë i literaturës deri në kohën kur ai ka punuar, i literaturës për gjuhën shqipe. Është një literaturë e cila gjendet aktualisht në New York, në bibliotekat e shtetit atje, ndoshta për akademinë do ishte me interes të riinteresohej, dikur ka pas një lloj interesi, por të riinteresohej sepse konsultimi i atij koleksioni veprash mund të ishte me vlerë sërish për studimet albanologjike. Mëtej do përmendja Dozonin, Benlövin, Podorskin, sigurisht Mario Rocco në shekullin 20 dhe mëtej një mori figurash të tjera të cilat sjellin kontribute saj natyre. Shumë shkurt, vetëm duke përmendur veprat, do theksoja që Pugvili, Dozoni dhe Bueja, si fillestar, si nismëtar të interesimeve për problemet e Shqipes, të Shqipërisë dhe të albanologjisë, sjellin tri pamje jo të njëjta, por gjithsesi bashkëplotësuese me njëra tjetrën. Dhe Pugvili me dy veprat e tij në mënyrë kryesore është udhëtimi në Morenë, në Konstantinopol, në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera pjesë të Perandorisë Otomane, botuar në 1805 dhe udhëtimi në Greqi në 820, ku ka konsiderata të ndryshme, është një vepër e analizuar tashmë nga albanologët tanë, madje është një vepër e cila atrojë vëmendjen qysh në vitet 20
dhe tek dituria Lumos Këndoja, Mithat Frashëri ka analiza shumë interesante në lidhje me qëndrimet e Tocquevillit në raport me Shqipërinë, qytetrimin shqiptar, popullin, gjuhën e tjerë, ka një vështrim kritik, me të drejtë kritik, sepse Tocquevilli është tek pikërisht ajo pjesë e studiuesve të cilët, nëse do të shprehesha përmes Dorat Distrias, bëjnë mëkat në raport me trajtimin e problematikës, me disa mëkate të vogla ose të mëdha të Dorat Distra, të cilat koha duhet i rregullojë. Dhe Tocquevilli është në këtë. Mithat Frashëri dhe në duket më tej pastaj studiues tan në vitet e pas luftës së dytë botërore, dhe më tej profesor Seiti është ndër ato që ka shkruar më së shumti, profesor të tjerë, Prenaska e kështu me radhë, kanë shkruar në lidhje me këto dukuri. Amir Bueja po ashtu plotëson një pamje tjetër, duke qenë geolog, duke qenë geograf, plotëson një pamje tjetër në lidhje me dukuritë albanologjike, sepse sjell probleme të cilat kanë bëjnë me natyrën, me ekonominë, me politikën, por njëherë dhe me historinë e gjuhësisë, me preardhjen e shqiptarëve, ai ngulmon tek preardhja ilire, tek ndarja gek-tos, kështu me radhë, veçanti të këtyre pjesëve të Shqipërisë. Mëtej do të theksoja August Gozonin, i cili me dy vepra kryesore të tija, edhe ky pon nga fusha e diplomacisë sjell kontribute interesante, madje na sjell veprën e parë, faktën e gjuhën frange, për gramatikën e gjuhës shqipe, manuali gjuhës shqipe ose albaneze që thot ai, gramatik, krestomaci dhe fjalor, leksik dhe kralla shqiptare. Janë vepra të dyja, të cilat gjithsesi mbajtën pesh për një kohë të gjatë, paktën në gjuhën frange, nuk kishim informacion tjetër, deri në kohën kur Henri Boisseni shkruan gramatikën tjetër, por kjo vjen vonë në vitet 70. Po kështu, mund të përmend Louis Benlövin, i cili nga ana tjetër dhe ai ka disa kontribute, është një gjuhëtar komparatist i asaj periudhe, me interesime, ndër personalitetet të cilat solli kontribute, por në mënyrë të veçantë pati me botën shqiptare, sidomos botën arboreshe, pati lidhjet më të ngushta. Pothuaj me Deradën, me Crispin e tjerë, pothuajse me të tërë gjuhëtarët, dietarët e asaj kohe, ai pat kontakte. E favorizonte qenia e tij si bibliotekar, e favorizonte qenia e tij si studiues i letërsisë, qenia e tij si dekan i Universitetit në Lyon për një farë kohe, por gjithsesi dhe pasioni dhe angazhimi dhe është pjesëmarrës në 2 kongrese ndërkombëtare si përfaqësues, njëri i shqiptarëve të Rumanisë dhe njëri tjetër të arboreshëve. Kështu që edhe ky solli me kontributet e tij, dhe do të veçoja këtu është një vepër shumë interesante e Benlövit për rimën në poezinë epike shqiptare. Është një vepër e cila nuk është voluminoze, është në shumë pak faqe, por që merr për herë të parë nga një këndvështrim i prozodisë dhe i ritmikës, pikërisht ato mbledhjen e poemës të Deradës. Shumë interesante si vlerë. Kam përshtypjen që ende nuk i kemi kushtuar vëmendjen e duhur në këtë aspekt edhe veprës së tij. Dhe më tej pastaj, që të mos zgjatem, kemi një mori gjuhëtarësh ose albanologësh të tjerë ose studiuesës të cilët merren me albanologji në mënyrë të veçantë, do të përmendja Emil Legrandin me bibliografinë shqiptare. Një bibliografi e cila vjen herët në letrat tona, qysh me Lumos Këndën sërish tek dituria e kemi të pranishme të botuar pjesë të bibliografi, ribotohet në 73-shin pastaj, por gjithsesi është me vlerë të përmendet si një kontribut që krijon këtë kontekst interesant të dijes franceze në lidhje me Shqipërinë. Dhe më tej tek Zharej, i cili në vetvete tek vepra e tij Shqipëria e panjohur, vepra e tij vetë si e tillë që ka një rëndësi të dorës parë, por në mënyrë të veçantë është parathënia shumë interesante e Gabriel Onatos, i cili ishte një akademik francez, por njëherë dhe një personalitet i botës politike, administrative, përveç asaj shkencore të kohës, dhe parathënia është një parathënie shumë e kompletuar në informacion për Shqipërinë. Dhe më tej, të tjerë kontribues kanë veçuar Eduard Schneiderin, një race e harruar, po e referoj sërish jo për vlerat, dhe këto më tej që kanë këtu, nuk është se kanë vlerat të mirëfilës albanologjike, por në mjedisin shqiptar ku jetojmë sot, kureshtar ose
Nuk e di, domethënë, njerëz të cilët e kanë pasion librin, kanë filluar dhe po i gërmojnë, dhe një pjesë edhe po i përkthejnë. Mirë po janë vepra të cilat nuk kanë bazën e mirëfillt shkencore dhe do duhet që të sillen vëmendjen tonë jo për referenca të vlerës së dijeve të tyre, por për vështrimin kritik që është e nevojshme për këtë kontekst me cilin po flasim. Në fakt, Schneideri ka një gjë interesante, ka qenë krye-inxhinier në Shkodër në vitet e para të shekullit të fundin e shekullit të 19, është martuar me një shkodrane dhe vajzës i kushton pikërisht librin e tij. Dhe i thotë që gjaku shqiptar që ke do duhet që të njohësh më mirë këtë racë. Dhe si tezë interesante aty ka një tezë që mund të rreqi vëmendjen edhe sot, sepse flet për pellazgët, por në një kuptim tjetër, është një popullsi e vjetër, thotë, jo shqiptare, është një popullsi europiane. Për atyre pellazg, pra është popullsia e vjetër, për cilët vjen një popullsi si e tillë, edhe francezi, edhe shqiptari dhe greku e kështu me radhë. Të atyra interesimeve në luftën pas luftës parë botërore, në vitet 20-30, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, merr një tjetër natyrë edhe në dijen franceze. Ju kam sjellë tu një të dhënë ose disa të dhëna në lidhje me Komitetin e Studimeve Franceze. Është pikërisht organizmi, struktura e cila krijohet nga qeveria franceze përgjatë luftës parë botërore për të parë se si do të jetë çështja e qytetërimeve dhe shteteve të Evropës së Re në përfundim të luftës. Dhe janë dy personalitete franceze, është Jean Bruni dhe Antoine Meillet, të cilët kanë në ngarkesë memoaret, referencat ose materialet që do përgatisin edhe për Shqipërinë. Sigurisht që edhe këtu do duhet një qëndrim kritik në lidhje me idetë që janë shprehur aty, në lidhje me Antoine Meillet, sigurisht që edhe në letrat tona ka studime të cilat i kanë kritikuar ose kanë sjellë në një dritë tjetër pikërisht qëndrimet e Meillets. Meillet në atë kohë ishte një herazi gjuhtar shumë i madh, dietar shumë i madh, sigurisht me një njohje të jashtëzakonshme të gjuhëve indo-europiane, me kontribute të jashtëzakonshme në këtë aspekt, por gjithsesi duke mos e njohur drejt për drejt shqipen, në raport me shqipen, ka dhe ai ato gabimet e pafalshme që e thash në mënyrë më të thjeshtë ose me një lloj kortezie përmes doradistras, dhe sigurisht që kemi parasysh që ishte edhe pasionet e tija, ishte rektor, ishte drejtues, president i Institutit Studimeve Slave, i pasionuar mas botës slave dhe njohjes së thellë që kishte për këtë, dhe ndoshta ka një lloj subjektiviteti. Gjithsesi, materialet që sjellin pikërisht devotimi i këtyre materialeve sot sjell një kontekst tjetër në lidhje me Mario Ro. Tani, shumë shkurt do të them edhe diçka që është fillimi një tradite, ky vazhdim tradite. Pra, kemi një traditë tashmë në letrat franceze, por kemi edhe një fillim tradite ku institucionalizohet në një mënyrë apo në një tjetër albanologjia në një institucion. Bëhen përpjekje në fakt për të krijuar mësimdhënien e shqipes dhe qendrën e shqipes në Sorbonne, nga Godari. Nuk arrin dot. Mëtej krijohet pranë Inalkos, krijohet një seksion i shqipes dhe filloi mësimdhënia e shqipes. Dhe pikërisht këtë e marr si një moment për krijimin e një tradite të re. Pse e marr si moment për traditën e re? Në radhë të parë një Inalkoja vetë përfaqëson një institucion i cili në vetvete ka vlerat e tij në shkollën e lartë franceze, dhe ajo çka mund të jetë kryesore është që edhe në shkollën franceze u përhap dhe u ngulit pikërisht ajo e re e cila në vetvete është karakteristike për shkollën e lartë, për arsimin e lartë në Europë në shekullin 19 dhe në shekullin 20, është pikërisht modeli humboldtian i koordinimit të kërkimit shkencor me mësimdhënien. Dhe edhe në Inalco, në Paris, është pikërisht kjo gjë. Dhe me Mario Rokun fillon një etapë e re në raport me albanologjinë, në raport me gjuhën shqipe, dhe do thoja që duhet ta vëmë në duke këtë gjë. Dhe po them që Inalcoja e ka këtë lloj vlere, edhe nëse do të ndjekim vetë ecurinë e emërtimeve të institucionit, fillon si një shkollë speciale e gjuhëve orientale, vazhdon si një shkollë nacionale e gjuhëve orientale të gjalla, vazhdon si një qendër universitare e gjuhëve orientale të gjalla për të përfunduar nga 71-shi në një institut nacional i gjuhëve dhe plus civilizimeve të lindjes. Dhe në këtë mënyrë mendoj që në vetvete
figura e Mario Rokut tashmë ka vend edhe në institucion. Por do doja që të paraprija interpretime që do të bëjnë kolegët e tjerë. Në fakt Mario Roku vjen si një personalitet me një formim të jashtëzakonshëm, intelektual, universitar, si dietar e kështu me radhë, ka përfunduar, ka mbaruar 3 institucionet më kryesore të Parisit kohës tij. Shkollën normale superiore, shkollën praktike të studimeve të larta, shkollën e gjuhëve orientale të gjallë në vitet e shkollimit të tij. Po kështu ka qenë profesor në këto institucione. Bile qysh kur ishte student, u atashua, u rekrutua pranë tij. Dhe ka qenë në Ecole Normale Supérieure ka qenë mësimdhënës e gramatikës historike të gjuhës frange, në shkollën praktike të studimeve të larta ka qenë mësimdhënës i latinishtes popullore, në Inalco ka qenë mësimdhënës i rumanishtes dhe i shqipes, dhe në Collège de France ka qenë profesor dhe ligjërues i leksikut të frëngjishtes. Dhe nëse do ta zgjerojmë një ori në lidhje me këtë personalitet, vjen që ka qenë në të tëra institucionet, qoftë drejtues më të larta franceze të kohës, qoftë drejtues, qoftë pjesëtar i ekipeve drejtuese të tij. Qysh në 1910-ën themelon koleksionin Klasikët francez mes jetës. Në 1912-ën revistën me emër të shquar Romania. Në mëtej është drejtues i Fakultetit të Letrave. Mëtej është presidenti i seksionit shkencave historike dhe filologjike të École Pratique des Hautes Études. Mëtej është sekretari i përgjithshëm i Inalcos. Mëtej është antar i Këshillit të Administrimit të Qendrës Nacionale të Kërkimeve Shkencore. Dhe po kështu është drejtues i Shoqërisë Tekste të Vjetra Franceze, është antar i Këshillit të Qendrës Universitare të Mesdheut, i Institutit të Studimeve Politike dhe i Historisë së Letërsisë Francës. Pra, e shohim që është një figurë poliedrike me kontribute të shumëanshme. Dhe fushat e studimit të tij sërish janë poliedrike. Të lidhura me gjuhën frange mund të themi që ka prurë të rëndësishme shkencore në fushën e filologjisë, të gjuhësisë, të letërsisë, tekstet të vjetra dhe tekstet moderne. Për te frëngjishtes, me studimet lidhura me latinishten popullore, folme provencale të vjetër, rumanishten, shqipen dhe disa folme slave të jugut. Dhe interesuar në mënyrë të veçantë për gjeografinë gjuhësore, që student, por më tej që dhe bashkëpunëtori Gaston Parit, i Jules Gilleron, është më tej një ndër nismëtarët e studimeve të fjalorit të leksikut të frëngjishtes dhe dy vëllimet të cilat botohen në vitet 30, është më tej nismëtar i projektit të Collège de France, inventar i përgjithshëm i gjuhës frange, ka prurë të rëndësishme në historinë e letërsisë dhe është autor në vëllimin e 37, 8 dhe 39 të historisë së letërsisë frange, dhe po kështu ka një votim të veçantë e studime të literaturës franceze. Dhe qysh në gjalljet të tij, në vitet 30, ai është antar i organizmave më të larta shkencore. Është antar i Akademisë së Mbishkrimeve dhe Letrave të Francës, është doktor honoris causa i Oxfordit, doktor honoris causa i Universitetit Sofjes, doktor honoris causa i Bukureshtit, në Amerikë dhe në mënyrë të veçantë, antar i jashtëm i Akademisë Mbretërore të Gjuhës dhe të Letërsisë Franceze të Belgjikës dhe si ndajse, si koltuk që thohet, ka atë të Ferdinand Brunos, sërish një prej dietarëve më të MNZ të kohës së tij. Meqense e përmenda që ky kontekst të cilin Mario Roku do të ketë vëmëtarinë e tij është i lidhur me Inalcon, e shohim këtë zhvillim të traditë të krijuar me nxitjen e Mario Rokut, e shohim në një fazë të parë me mësimdhënien e Mario Rokut vetë, e cila fillon në vitet 1918-19 ka disa kurse, në mënyrë më intensive në vitet 23-29, kurse të gjuhës shqipe, dhe mëtej gjysma e dytë, kjo traditë e krijuar bashkë me mësimdhënien, por njëherë dhe me studimet e Mario Rokut, vazhdon me disa personalitete, do të them, kontribues edhe për albanologjinë, në mënyrë të veçantë janë 3 të cilët për fat kanë drejtuar gati në mënyrë të vazhdueshme departamentin e Europës juglindore në Inalco. Henri Buaseni, Christian Gyti dhe Odile Daniel. Të 3 kanë qenë nga 8 vjetaj sa e lejonte mundësia drejtues të departamentit ku bëshin pjesë një mori gjuhësh të tjera. Dhe në këtë aspekt
kanë sjell kontribute në disa drejtime dhe me këtë do ta mbyllim. Prurje shkencore të vijimit të kësaj tradite nga Mario Roccu, kujtoj që mund të jetë në lëm të filologjisë shqiptare, të gjuhësisë, të historisë, të arkivistikës, të studimeve letrare, folkloristike, antropologjike e tjerë, veçanërisht në disa drejtime. Sigurisht janë kontribute të cilat vijnë për botën frange dhe më gjerat europiane. Në këndvështrimin tonë, sigurisht nga studiusit tanë, ka dhe rezervat për katse, kur ato nuk kanë mundur ti arri në nivelin e duhur ose në plotësinë e duhur, por gjithsesi është një botë shkence e cila vjen me disa aspekte, me gjetjen, dokumentimin dhe studimin e teksteve të vjetras shqipes filluar me Mario Roccun, me studimin e gramatikës dhe dukurive të ndryshme të sistemit të gjuhës shqipe, fillon me Buasenin, por vijon më tej edhe me të tjerë, dhe me disiplinimin e materialeve bibliografike, në mënyrë të veçantë, ideja bibliografisë ka zënë rrënjë në kontributet e departamente apo të seksionit të Shqipes dhe Odil Daniel sjell edhe një bibliografi të gjerë në 1985 në lidhje me votimet shqipe, për angazhimin e vazhdueshëm në fushën e studimeve letrare, kulturologjike, përkthimit dhe paraqitjes shkencore të veprave të përkthyera prej Shqipes për lexuesin francez dhe më gjerë, për shfrytëzimin këmbgulës të arkivave dhe bibliotekave ku gjenden materiale për Shqipën dhe qytetrimin shqiptar, jo vetëm në Francë, por edhe në vende tjera, për propagandimin e çështjeve të rëndësishme të qytetrimit dhe kulturës shqiptare, për Shqipërinë, për Ballkanin dhe më gjerë, duke bërë pranishmën e to veçantitë e botës, kulturës dhe qytetrimit shqiptar. Sigurisht që secili nga këto, në mënyrë veçantë ka kontributin e tij, nëse këto tryeza që po organizojmë do të jenë të nevojshme edhe për këto, unë ka materiale të bollshme për secilin, nuk po zgjatem tash ke këto materiale. Dhe mundet i bib se cilit prej tyre si do ta mbyll tash me një listë njerëzish të cilat janë vijues të kësaj tradite, janë vijues të kësaj tradite, duke teksuar pikërisht njerëz të cilët janë në lëmin, sepse edhe temën të tillë pa ta konceptuar Mario Roccu në një traditë si vijues dhe themelues në një traditë tjetër, dhe si themelues ka pasuritë të tij, me Jean-Louis Duchesne, ndërgjuhëtar të anglisisë MNZ në fushën e fonetikës, me Guillaume Bonin, latinist dhe studiues ndërdisiplinar i gjuhës dhe qytetrimeve, me Agnes Gytin, gjuhëtare dhe etnografe, e cila për një kohë të caktuar ka mbajtur edhe leksione dhe orë në Inalco, me Marcel Kurtiadin, i ndjerë tashmë, profesor i gjuhës dhe qytetrimit rom, por njohur si shkëlqyer edhe i Shqipes dhe i studiues i thelluar për dukuri të ndryshme të saj, me Aleksandr Zoton, profesor universitar i letërsisë, përkthyes dhe nga shqipja në frëngjisht, me Odette Marken, studiuese e traditës shqiptare, me Christian Montecon, edhe kjo e ndjerë tashmë, pedagogë universitare dhe përkthyese nga shqipa në frëngjisht, dhe në kohët më të reja me Evelyn Noyd dhe Stefan Popescu. Sigurisht që ka shumë të tjerë, por gjithsesi për të krijuar idenë për synimin që pat kjo temë në këtë tryezë, jam mjaftuar vetëm me këto temë. Ju falenderit. Për i të vend në ndoshëm në devotimin e këtij aktiviteti të sotëm. Dalla në kohë profesori Gjumila Omari, e cila do të mësojë Mario Roccu në duhet filologjisë të teksteve të vjetër shqiptare. Shikoj pas se që të një ndevje në orën vjetë në gazetit për tasë të Kosovës të një. Do thosha që ishte pak për filologjinë shqipe që Mario Roccu, student në epokën normale superior, në temën e praktik dhe ODT, u përmoj që në lëndët e filologjisë, që i lideronin ato kohë, filolog të shuar francez,
si Joseph Prédier, Ferdinand Bruno, Edouard Fournier apo Elie Berger, Gaston Paris e tjerë. Ata e mësuan që filologjia është arti të lexuarit, e mësuan dhe parimet themelore të filologjisë, donos parimin e kërkimit të tekstit origjinal, ose të atë sa më afërti, si më i besueshmi në krahasim me riprodhimet apo botimet e dorës së dytë. Me shqipe, Roku u afrua në vitin 1919, kur ishte emëruar drejtori i Institutit Filologjisë Rumune, i krijuar në mbështetjen e qeverisë rumune. Përveç romanishtes, të cilën kishte mësuar me një ish shokun e tij të shkollës, një rumun i ditur, ai shtoi edhe mësimdhënien në shqipes në këtë institut. Shkrimi i parë të shtuar shqipes, duke qenë në këtë funksion, ishte paraqitja e zbulimit të Nikola Jorgës të dokumentit më të hershëm në gjuhën shqipe, formulës takzimit të Five Angelit, në revistën Romania të vitit 1926, ku jep një përshkrim të dorëshkrimit Abraham 1967 dhe të përmbajtjes së tij, bashkë me riprodhimin e tekstit latinisht ku gjendet formula shqipe. Aty ai jep edhe leximin e tij të formulës, duke korrigjuar leximin sem nga ana e Jorgës, të fjalës së fundit të formulës, me leximin e drejtë senit, i cili përfaqëson më mirë katën shqipe shenjë ose shenjë. Interesi për tekstet e vjetra shqipe aty u ngjall duke vënë re mangësitë në ulëntimin filologjik të dokumenteve shqipe së vjetër, që ishin gjetur gjatë gjysmës së dytë të shekullit 19 dhe që kishin pasur në dispozicione arkeologjike që nga Gustav Mahler, Norbert Joffri apo Gerd Skironi. Korpuset e këtyre teksteve ishin ndërtuar pa pasur gjithmonë origjinalin apo riprodhime besnike të tij. Ato nuk mbështeteshin në kërkimin sistematike arkivore e bibliotekare, por shkrimet dhe analizat që u bërë atyre ishin të pamjaftueshme dhe në shumicën e rasteve nuk shoqëroheshin nga studime të bazuara në dokumente që mund të ndriçonin rrethanat e jetës së autorëve dhe të hartimit të veprës së tyre. Këto janë të metat që bëre Roku në përzorimin e teksteve vjetra shqipe nga gjuhëtarët dhe avreti që tregojnë formimin dhe përvojën e tij prej filologut të njësur, drejtuar albanolog dhe historian të gjuhës, që nuk e kishin marrë sa duhet parasysh këtë aspekt të rëndësishëm dhe themeltar të çdo studimi gjuhësor, besueshmërinë dhe korrektesën filologjike të teksteve të përdorura në studime. Gjendjen një të kënaqshme dhe kapambetjen e filologjisë së teksteve shqipe, Mario Roku e vuri në duke edhe në hyrjen e botimit fjalorit të Frank Bardit, ku shprehi se ndërsa studimet gjuhësore shqiptare kanë ecur përpara, filologjia shqipe përkundrazi është ende në fillimet e veta. Është me interes dhe koncept të tij për termin filologji shqipe, që sipas tij ishte njohja si leximi, interpretimi dhe vënia në përdorim e teksteve shqipe, dorëshkrime apo shtypshkrime, të cilat duke pasqyruar gjendje gjuhësore të mëhershme, do të ndihmonin për të kuptuar më mirë gjuhën e gjallë. Do të shërbejnë si pika kronologjike dhe orientimi për ndërtimin e zhvillimit historik të gjuhës, dhe më në fund, gjuha e shkruar do të krinte një gjuhë të re edhe në gjuhën e kohës, sado primitivet metajoke. Si shihet, Mario Roku i dallon konceptet studime gjuhësore dhe studime filologjike, sipas kuptimit që ka termi filologji në disa vende të Evropës perëndimore, si Franca dhe Itali, ku emërtimi i disiplinës lidhet gjithmonë me studimin e dokumenteve shkrimore. Pra me tekstin. Por jo, ndryshe nga në Angli apo Gjermani, këtë termi është një koncept i përgjithshëm për të gjitha shkencat gjuhësore dhe letrare, në thonë edhe fjalor për kafës, që është edhe koncepti që ka pasur tek ne termi filologji, që mjafton përmendur titullin e revistës studime filologjike. Që në vitin 1927, Roku ka shprehur synimin e tij për të ndërmarrë botimin e teksteve vjetra shqipe, nga cilat Dictionarium Latino-Epiroticum i Frank Bardit ishte vëllimi i parë. Ai premton të votojë dhe punën profetarin të Bogdanit, ku do të përdorë materialet e mbledhura mbi Andre dhe Pjetër Bogdanin, si dhe në sharjen e Gjon Buzutit, të cilën e quajnë detyrë të lutshme, që do ta marrë vetë përsipër nëse nuk e marrin votues të tjerë. Gjithë kjo punë gjithsesi do të varet nga disponimi i mjeteve materiale. Si duket, mungesa e këtyre mjeteve ka qenë arsyeja pse nuk u realizuan votimet e tjera filologjike. Si metodë votimi për këto tekste të vëllimshme dhe të vështira, ai rekomandon të riprodhimin fotomekanik, si një riprodhim besnik dhe njëkohësisht të shpejtë, duke qenë se një transkriptim korrekt do të kërkonte shumë mundim dhe kohë me rezultate të pasigurta. Votimet fotomekanike do të shoqëroheshin me një glosar sa më të plotë dhe shënime gramatikore. Këtë metodë ai zbatoi në votimin e Dictionarium Latino-Epiroticum të Frank Bardit. Ai bëri një riprodhim fotografik të fjalorit, të cilin e pajisi me një studim të gjerë hyrës, ku ndër të tjera jep edhe shpjegime për grafinë e përdorur në tekstin origjinal. Sido që nuk ishte një votim kritik i transkriptuar në alfabetin e sotëm të shqipes për të cekur një masë më të gjerë publiku, votimi i fjalorit shërbente njohjes së tij nga studiuesit e shqipes, meqense votimi i parë i vitit 1635 tashmë ishte një gjë e rrallë. Gjithçka të dim deri sot për jetën dhe veprimtarinë intelektuale fetare të Frank Bardit bazohet në studimin e Rokut,
i cili ka të mbledhur material mjekësor dhe bibliografik në arkivat e propagandës ide dhe paraqit ato të sistemuar në hyrjen e votimit anastatik. Në studimin që paraprin fjalorit, gjejmë të dhëna të rëndësishme për historinë, sidomos ato fishtare, gjeografi, përbërjen etnike dhe detare të fuqësisë së bioqetit të Sakos, ku ka vepruar Bardi, për familjen e Bardenjve dhe kleritët e lartë që kanë nxjerrë ajo, për jetën dhe veprën e Trëmbardhe dhe veçanti më gjërësisht për fjallorin e tij latinisht, historikun, përmbajtjen, sistemi grafik. Ai paralajmëron dhe për një vëllim të dytë të fjalorit të Bardit, i cili do të përmbante një tregues alfabetik të plotë të fjalëve shqipe të fjalorit, i cili gjithashtu nuk u realizua dhe vetëm në vitin 2008 e pa dritën e votimit në formën e konkordancës elektronike të fjalorit, të përfunduar nga Vardym Demira në edicionin e tij kritik të kësaj vepre të parë leksikografike të shqipes. Në shtesat e hyrjes së fjalorit, Roku riprodhoi dhe fjalorin e Arnold von Harpit të vitit 1479, si dhe disa fragmente nga relacioni Pietro Nazrekut, arqipeshkovi i Varit, i vitit 1633, që e kishte zbuluar vetë në kërkimet arkivore në Romë, në të cilat përmenden glosa shqipe dhe emra vendesh dhe një listë prej 32 fjalësh shqipe që Nazreku mendonte se rritnin nga italishja. Shërbimi më të madh albanoregjisë marrë Roku e Flaverit me ndërtimet sistematike dhe afatgjata me tekstet e vjetra shqipe, rezultatet e cilave i votojnë në vëllimin Recherches de l'Alsacien Texte Albanais, Paris, dhe votuar në Paris në 1932. Në këtë vëllim ai ndërtoi listën e plotë të teksteve të vjetra shqipe nga shekulli 15 deri në shekulin 18, një pjesë të mirë të cilave e zbuloi vetë në arkivat e Vatikanit dhe propaganda fides, listë që është e vlefshme edhe në ditët tona. Ndër këto zbulime vlen të përmenden dy nga veprat e Budit, kopja e vetme e votimit të parë të doktrinës krishtere të Pietro Budit të vitit 1618, e gjetur prej tij në bibliotekën e Vatikanit, e cila nuk njihet deri në atë kohë dhe si votimi i parë i veprës së Budit mbahet ai në vitin 1626, si dhe rituali roman me shtojcën e një qarshitulli me shpjegimet e meshës katolike, me në titullin Kush thot mesh, këto kafsh i duhet me përbyen. Gjeti gjithashtu dhe dy kopje të tjera të Spekulum Confessionis, nga i cili njihet një kopje vetme. Ai përshkrimi fizik dhe përmbajtjen e gjitha dokumenteve, dorëshkrime apo shkrime që ka përfshirë në libër, duke sjellë të gjitha dhënat që ka mundur të mbledhur e tyre dhe autorëve të tyre, të quruar në vërejtje të mpremtave t'jake me vlerë të qëndrueshme, me skrupulozitet dhe korrektesë shkencore ai vazhdon të gjithë ekzemplarët që ka mundur të gjejë për tekstet e shqipura dhe vendodhjen e tyre, për të ardhur në ndihmë studiusve të mëvonshëm që do të merren në studimin apo votimin e këtyre teksteve. Kontributin më të rëndësishëm në studimin e teksteve të vjetra shqipe, Roku e shënoi me përshkrimin dhe analizën filologjike të librit parë shqip me Sharit të Buzukut, për shkak të peripensive dhe vonesave në gjetjen, zhdukjen e përkohshme, rigjetjen e këtij monumenti të paqëmuar të shkrimit të Shqipes, e më tej të trazireve që shoqëruan jetën shqiptare pas pavarësisë, libri ju nështrua interesit dhe udhëtimit të studiusve vetëm në vitet 20. Roku është i pari që jep përshkrimin fizik të vëllimit, paraqitjen e përmbajtjes së tij, të karaktereve të shqipit, duke përshkruar 5 grafema të veçanta jo latine të alfabetit të Buzukut, dhe duke bërë krahasime me alfabetet e ngjashme të bashkësive etnike fqinje, me të cilat Buzuku me siguri do të qenë në kontakt. Shkronjat jo latine që i ka marrë nga alfabetet slave të katolikëve të Bosnjës dhe të Kroacisë, Buzuku i përdori me vlera të ndryshme ato që kishin në format slave. Për shembull, shenja grafike si tet e hapur të Maja që Buzuku ka 3 vlera të ndryshme fonetike, siç e ka shpjeguar Çabej, pra U, Y dhe një si duhet të themi, në fillimin e diktonit, që Çabej transkripton me një U të shkurtër. Në disa raste shkronjat e Buzukut kanë një formë të veçantë, për shembull shenjën ajo si eka me vlerën e Z-s, si të fjala Zot, ai e përshkruan si zemlën, si zën slave, që quhet zemlja në alfabetin slav, të kthyer majtas, që autori e ka hasur në dokumente kroate. Meqense libri i mungon të Frontesvici, Roku përpoj të përcaktonte sa më afër vendin e votimit të veprës, që sipas gjithë indikacioneve duhet ishte Venecia, si vendi ku shtypeshin edhe shkrime me cilikën e Bosnjës, por edhe nga letra italiane e librit. Karakterit latine gjithashtu ishin të lloj të
se bëjmë. Po shoh që do mundohet të shikoj çfarë mund të ndam. Edhe karakterisht gatimi ishte të llojit të nesë të gjëra jo më janë shumë të bërë një shtatërë së ndërmurare. Atëherë, tjetër gjë çfarë, më thonë, për sa i përket muzikut, përcaktoj grafinë, por vendi tash po ishte Venecia, që ka miratuar të studiues të tjerë mbas Rokut, dhe sidomos studiuese e kohëve të fundit Luciana Din e ka çuar në tej të Chavez i pari, bëri të veta disa nga konkluzionet e Mario Rokut, qoftë edhe lidhur me grafinë e muzikut, por që Roku mbështetedhe te Jopi, i cili në vitin 1910 ishte votuar periudhë listës një arshivit shumë të rëndësishëm për disa çështje të grafisë së muzikut, që edhe sot janë të diskutueshme dhe pas videoa përfundimisht. Por Roku gjithashtu përpoq të përcaktonte, ose dha disa shënime, disa indikacione me shumë vlerë për vendin e shërbimit të buzukut. Do nisë nga ajo që thotë buzuku me një nuk më isha gjithmonë pra tipografëve, sepse më duke isha duke shërbyer në një kishë. Dhe Roku mendon që ajo kishë mund të ishte kudo, jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, por në gjithë Ballkanin katolik ku kishte shqiptar, sepse në ato prindërit vendoseshin pa pengesa nga një vend në tjetrin, ashtu siç ishte shembulli i Peter Budit apo i Bogdanit që shkonin nga Shkodra në Shkup apo në Kosovë për të shërbyer. Kështu që një vend i të shërbimit mund të ishte shumë mirë edhe Venediku. Për këtë jep një indikacion te litanitë e shenjtëve, ndër të tjera edhe shenjtin Jobin, i cili është një shenjt i pazakonshëm, pra nuk është shumë i testuar, sidomos paktën nga ato me njohuri që kishte Roku, kështu mendonte, jepte disa të dhëna për që testohen në Belgjik apo në disa vende të perëndimit të Evropës veriore. Dhe ky shenjt ka bërë që sidomos Luciana Din e ka kapur të ide dhe ajo ka gjetur edhe jo ta gjetur, por duke qenë veneciane, di edhe kishte me Shenjovi që diku në periferinë lagje Canareggio të Venecijës dhe mendon atje që buzuku ka qenë pjesëtar i komunitetit shqiptar të Venedikut, të emigruar në kohën kur Venecia ra në pushtimin turk, dhe ky do të qenë pasardhës i atij komunitetit shqiptar që ndërkohë ishte integruar në besojë mjaft për 100 vjet. Por ndoshta buzuku ose brezi i tij ishin ata përfaqësuesit e fundit që ende tek ata gjëllim të ndjenja kombëtare dhe këto ishin ato shkëmbije të fundit qoftë Barleti për Stodërgjeun apo qoftë Libri Barshi, si thua për të mbajtur gjallë të ndjenjën kombëtare. Tani unë kam bërë që Shën Jobi testohet në Ballkan, ka dalë në disa harta apo kështu, por shumë ka në Sloveni një mal që quhet ka një kishë aty e Shën Jobit në Sveta Gorica, edhe ndoshta edhe në vendet të Kroacisë, pra në Ballkanin katolik perëndimor. Që unë gjithmonë jam e prirur që buzuku të jetë nga Shestani dhe Kraja, siç e kemi mësuar apo siç e ka mbështetur Çapej, duke analizuar edhe formën e tij, edhe një studius që është në logjikën e Shestani, Gjoka, ka bërë disa krahasime me gjuhën e buzukut me formën e të Benvidjes, ato zonave dhe të liçenit Shkodrës që tani janë në Maltëzi. Por arkeologët e muaj do të thonë i kanë gjetur me interes të gjetjen e Luqies, duke u nisur nga Shën Jobi, edhe e kanë miratuar si thoshim për gati si diçka e planuar që buzuku ka qenë shqiptar i Venecijës dhe ka meshuar, ka shërbyer në kishën e Shën Jobi. Gjithë si janë gjëra të pasgjera për komunitet, të shkosh në to zonat e shqiptarët Malizzi,
kanë shkuar kolegët tanë arkeolog kanë bërë ekspedita atje. Aty ka njerëz ka shumë banor që thonë filan kish, një kishë shumë e ventes, është kisha ku ka lëshuar në Buzuku. Atje aty ka dhe një vit, 1551, më duket që viti i ndërtimit të saj. Kështu që nuk e di sa e vërtetë është kjo, se ndonjëherë translatohen edhe në formë legjenda disa gjëra, po unë ka dëshirën se me primër ta besoj që ajo nuk e qenë kisha të Buzuku dhe Buzuku ke qenë. Po sigurisht që me Venecën kishin shkëmbime në ato ka lirisht dhe që libri është i për Venecë, kjo është shumë e besueshme, do të thënë ka gjas. Para shumë tonë ishin më duket gjëra që kisha përcaktuar si kontribute të Majerokut, ai edhe për Gudin, pra që ka ato kontributi sepse zbuloi disa vepra të tij, dhe për të bërë dhe një mbyllje e kontributit Majerokut, do thosha domethënë që vërtet në mund themi që së mbase mund të duket pak si e fortë kjo shpreha që është themeluesi filologjistë të teksteve të vjetra shqipe, por si fillime, filologjia e teksteve të vjetra shqipe, si fillimet e veta, mund të themi që fillon me Gjon Kazazin, i cili ka zbuluar fsharin e Buzukut në 1743 në arkivin e propagandës Fide, dhe jo vetëm si zbulues, por dhe si transkriptues një pjesë të Buzukut dhe një përshkrim sado rudimentar i veprës i atij mesharit të shkrimit, të cilin ja njoftoi Gjergj Guzetës, do të thënë Hap Gjergj Guzetës, drejtori i seminarit të Palermos. Pastaj Pal Skiroi ishte rizbuluesi ose zbuluesi i dytë i mëvonshëm, gati 2 shekuj më vonë i Buzukut, për rrethanat peripecit që kaloi kjo problem, çështja e mesharit, do të thënë nga transferimi i bibliotekës nga propaganda Fide i arkivit në Vatikan, dhe gjatë kësaj kohe do të thënë humbërgjojmë e mesharit. Për arsye të tjera, ishte kjo koha e pavarësisë e fillimeve që Shqipëria përjetoi edhe luftën botërore, kështu dhe vetëm nga vitet 20 kur i shfaq me meritat veçanta ka dhe Gjon Gazulli, Domni Ton Gazulli, i cili në vitin 1924 bëri një artikull për Periudhën e ditës për mesharin e Buzukut. Por mi bazë me rutinë sistematike që nërmori Majeroku në arkiva, biblioteka për tekstet e vjetra shqipe dhe me përshkrimin dhe me gjithë to, dhe sidomos me baza shkencore, filologjike korrekte, mund të themi me plot të drejtë që ai ishte meluesi i filologjisë së teksteve të vjetra shqipe. Nuk ka vetë që do të per cilin edhe do të më thejnë diçka në fund të një tradicion. Ja fjallë kolegës Imuza Fripo, profesor dr. Imuza Fripo, të cilë do të mëtojnë kontribute edhe në logut a Majerok nga në një shmëtarë shkëllë trajnimi. Do të mëtojnë që të mësonë në lero, shka të mëtojnë të trafinë të cilë se zgjolla pikërisht mendjen e qytetarëve shkodranë, jo thjesht të një profesion e universitetit në Shkodrës, por sepse ka dy arsye shumë të rëndësishme. E para, sepse Majorok erdhi në Shqipe, ka kontributi të një prej studiuesve shkodranë, dedikanci, veprën e tillë bashkë me gjenimet e teksteve tjetra dhe një përmbledhje tjetër pra të disa shkrimeve na ecoi në formën e një teksti në vitin 2010 nga bujmë francesane në edukanci dhe një aktivitet shkrimit që përmendë profesor Granartica për ndërim të ndarjes në ajeta në të drejtorit të ndarjes në ajeta në Universitetin e Shkodrës, në fakt bërë një konferencë dhe një konferencë dietarë francez për universitetin e shqiptarë në Shkodrës, në Senatin e Universitetit të Shkodrës, ku aprovuar edhe një ndërjeri Majorok në motivacion për të një të shkuar në fushën e patologjisë në veçantë për studimin e autorëve të teksteve të vjetra shqipe. Sigurisht figura dhe kontributet e Majorok nuk kanë qenë vetëm në domenen e qytetarëve shkodranë, por shëndetëtarëve të tjerë, por nga qytetarët shkodranë, në Malavia
pronovjen e historisë të shqipe nga qytetarë si Libertati, Episkopali, Episkopali, Reforma, Regionali, Episkopali, Katia Marashi, kontributet për historinë e lehtësisë shqipe në Damputi, të Vardahore, Vardapati, Veneta për traditën sisteme shkrenore të shqipe, në domendjen e historisë të lartë të tramaj, Osmani, e të tjerë. Mënyrë të si forcove dhe i Kajarosut në shqipinë e botën në Bizantin, ati që përdojnë në shkodër problemi i përshkrim, ku të përdojnë të societësion në nëmani, disa recensione të të ishtes. Qëse intereso, se marrë një vëndje, të marrë Europë për tekstin në qitët filologjikë në shtoria në gjërë, në plashë të tile të të shadina sonë një vëndje, dhe të nësë një gjërë vëndje të ta lidhje të taktive që ai parti në skëndrotë të në e partë në sharë të të në Shqipe. Në filologjika të të e partë në nga rota nga shëndimin në që në dhirë e të cilin filloj vëdimi në kënimin monumentin në të e në Shqipe e do John në që të 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 to patrzia na tym, że doszło do reaktywowania administracyjnej. Tak, widzę, że wypadają do wsi. Teraz to symboliczne wywołuje Euro. Gdy tak, dało Euro, tam nie powinien nie rozumieć etykiety, to też może się nie nastawić fotografia studiowała które, że psycho wiedzą to proces, że ten budzi, to podam które wyszły ekonomiczny wybór, mają rozdało na studiując, to polskie proszę państwa, no bo ci na szkołę że nie będzie dla siebie proponë në filmin për që në rëndë të shumë vjetare dhe zdojnë si shkëjnë qyvës shqipe dhe nuk një të dhe bërështuar që I përmoni më para edhe për program realizatë për sërsh umare. Sigurisht, ajo që është në rëndësishme të dhe parë, tekstu parë në share të rëndu dhe diskutuar në të sërshënila qështja e votimit pra Venecia, edhe një duhet tjetër të njohër shkodrani që dhe është marrë në cikë Professor Polasta, vjen dakord me zgjedhjen e vetëm të profesor Sabej edhe në atë të marrë që Venecia mund të shëndajë kur ndikuar vepra e votuar. Iniciativa të tjera në lidhje me të votimit meshare, për shembull studiues të tjerë si janë Amputi, I cili votojnë dhe në historike të votimit meshare që nuk duke të të në të shqiptare, votuar në studie filologjike në 1936. Gjithashtu Sama, që vitet 50 si po kushtohet studimet e meshare në tekstet vjetërshike, duke veshur nga vepra e filologjia e Europës dhe në projekte të tij për votimin e fjalorë Kristofori dhe gjithashtu, Sama sërish modelin e studiuesit francez. Të na dëshmojnë me deklaratimin që Sama ka pasur një intelektualin I njohur Mustafa në vita, në një veturin edhe ai përmend studimin e ka ndonë në shkrepas metodës Marjaro, që ka praktikuar studimin e banë prej balit, natyrisht, për përshtat natyrës veprës së Kristoforit. Po ta shikojmë në pikpamjen e sistemeve shkrimore, do të veçoja vetëm studiuesin të Borsoni, pjesëmarr në historinë e alfabeteve, disa monografi të tij, dhe pikërisht historinë e të cilën ai të bashkon në lidhje me Marjaro për fotografinë të ardhur praktikuar nga usullë nga alfabeti I civilit I Bosnjës. Vëmendjen e filologët francez morën jo vetëm fjalor transvar, por fjalor të tjerë se ai të dramaturgu, I si janë vëmendje pastaj nga studiues të tjerë që janë Kumpis, Balata, Osmani, etc. Përkthimi siç e thash të veprës parë disa vëdesëve të tjera të Marjaro në Shqipen e realizatimës Vili Kamsi, I cili filloi në fakt në revistën buletin shkencore nga një herë në Instituti Lartë Pedagogik të Shkodrës, I përkthyer nga këndishtet e historinë në shërbime në disa vite me radhë, ai përkthei punën e Marjaro dhe figurizoi shumë vonë pastaj në vitin. Indicanti fatti në rrisë ja Platonit, sepse non fuori vetëm një përcim, por sot infatti fornizoi të vjen në Marjaro, sepse informacione të tjera, budime të tjera, cilat
Përfundit që ai bërë rrethues të fjalor të shqiptarisë, edhe parë të ndëraj u bërë një bukim biologjik të këtij fjalori, solli vëmendje përfimin e parë të biologjisë të fjalori si organizanci, në përndër studentën e manë ai shkruar. Për materi për shkruar, shumë më personalizohen shqip më parë, dhe edhe për masi gjithjerë e panjohë e ignorancit, të cilit së përgjumë rastin, në që në gjithë për një nëmë në tonë të telë, që në lërë të mërtejnë të të bashkë përfim e ti, një gëllishme letare a që letarë. Rezolucionet për vepër në Majorov kanë marrë vëmendje të nga mesazh të njohur atë studie në banetë të tyre, por të mos edhe në revistat shkencëtore shkencëtore si United dhe promovimi të disa recensione të filipinësh pikërisht të organit. Majorov ishte pedagog shqiptar në kohë dhe këtë punë praktikisht solli në vëmendje dhe profesor Adrian Marashi, më përpara dhe aty qenë student edhe praktikisht dhe në shkolla në një tyre edhe të shtatë. Studuesi Marashi vlerëson të kontributin e tjera shkruan profesor në kohë në pozicionin standardit të institucioneve dhe letrave bukurësisë. Majorov zhvilloi një karrierë shkëlqyer si pedagog shkencor, duke lavuar për kontinuitet pedagogik në studimet filologjike që lidhen kryesisht me mjetën pranë komunës dhe shqiptare. Unë për ta përmbledhur, dua të sjell vëmendje një citim nga profesor Justin Rota, i lidhur me vlerësimin që ai bën në Majorov. Studimi i kësaj jetës së shitës gjen një jurist të njohur, një juristin francez, Majorov. E për këtë arsye, bineta këtilla kërkon një plan vëmendje. Contributi che punta alle sue discipline a collega che istituti giustizia di Versista, variante di tematiche in Majorov, sentita per una complessità e dimensione që për i partë në afrutërisë dhe përtërën në një sortë të sa dhe takash, nuk mund të zjarës të stishme studiusit e tekstere, kujdesusit e votimeve të hershme që ka njërë të dore në mapë që filozofët, psikologët, leksikografët, feministit, medievistit, politologët e gjuhëve romane, në veçanti të romanistës, që simas të shkollë dhe ti ka qenë shtyr që romanistit e psikologët një të drejton dhe vëmendjen dhe mëshit. Në të vërtetë në përshkrimet që mëtojnë të japin një pamje të plotë të profilit në Majorov, kjo përherë duket e lehtë për zgjatja e informacionit institucionale me personin e tij, ndërkohë që ai vetë ka përshkruar hapa të peshuar më të qenit të dishekull me tej në maturimin e natyrshëm si bashkëpunëtor në studjet e tij, në cilën spikasi nga smontari, Gilleron, por dhe Emil Picot, drejtuesi i katedrës së humanistës Frankfurt dhe orientalizëm. Veçanërisht e përket qëllimit fundimtar të studimeve ndjenje me duhet të përkatësisë neografive. Secili prej studiuesve si përcituar ka lënë dorë në planifikimin e Majorov, i cili bashkëpunoi me ta në momente të rëndësishme të përvojimit të disiplinave apo përkthimit të shkollave themelore studimore në filologji, por dhe në psikologji e semantike. Interesi i tij për volimet letrare prandë që në njërin kohë ishin shtypë prova shekë në marrë të votimet e natyrës egzotike dhe filologjike, bie sy me disa volime me të cilat ai shënon një forsi të rëndësishme të personalitetit të tij, Aucassin, Nicolet, Le Garçon, L'Aveugle dhe disa volime. Roth ka qenë përherë pjesë qertë studimore në cilët ka spikatur më shumë për aspektet të studierimit të njohjes së metodës, si dhe për aftësinë për të vërejtur në mënyrë kritike nevojën e parashikimit të metodologjisë së studimit të veprave, në veçanti të atyre të shekullve të mëparshëm të lidhura ngushtë me hershmërinë e dështimit shkrimor të gjuhëve të Evropës.
Kjo intuit e tij, e cila u reflektuar në esej, parathënie, parashtresa, me votime kritike veprash dhe punime shtrëprirura për të nënshtruar metodës filologjike në trajtim dhe paraprim, interpretohet pothuajse nga të gjithë kolegët e nxënësit e vet një pjesë e mirë e cilëve pasues apo vijues të punës së tij me historinë e gjuhëve romane, me historinë e teksteve të jeshme, por dhe me historinë e gjuhës latine, duke qenë vetë ky fundit i njohur për interesa studimore që e bëjnë emrin e tij të spikas dhe në kolana votime specialistike që kanë të bëjnë me një prej gjuhëve më të rëndësishme në studimet në gjuhët e familjes indo-evropiane. Me gjuhës tonë e pati një vëmendje të orientuar në rrjedhën të një metode, duke qenë se në rast të evidentimit të ekzemplarëve që kishte arritur të identifikonte në bibliotekat e Evropës, nuk kursejnë as parashtrimin e kritereve të votimit në një parime shkëmbëtore, duke nënviztuar rëndësinë që ekzistenca e tyre paraqiste për disiplinat e studimit të historisë të librit të shqipur në Evropë dhe në Ballkan. Qasja krahasuese në modele librore dhe ekzemplar të arealit ballkanik nuk meti vetëm në rang të hipotezash nga ana e tij, duke qenë se në artikull më të thelluar, ai vuri në dukje dhe kësondulla të denja për krahasim me librin e parë të shkruar në gjuhën shqipe, me një destinacion të qartë për botën kishtare dhe praktike në liturgjisë. Në artikullin me titull De livre d'heure du XVIe siècle en Syrie bosniaque, votuar në Revue d'études slaves në vitin 1932, i afërt në kohën një sferë të rëndësishme të tij dhe në fushë të studimeve me tekste të vjetra në gjuhën shqipe, Rok evidenton një sferë bibliotekash në të cilat janë evidentuar gjurmë libër, tash dhe vepër dashur të autorit paraqasuar i publike, duke përshkruar një itinerar që është ruajtjes së librit të rrallë në Evropë, njëkohësisht të çmuar për të ndërtuar krahasime dhe interpretime në historikun e këtij fundi. Vërejtjet që ai bën në lidhje me ekzemplarët e caktuar janë të librohen disponibël në ruajtjen dhe vendoljen e tyre më të fundit, por edhe një kohë janë të ngjashëm me konstaton në lidhje me vëllimet që dëshmojnë dhe pasurinë dokumentare të të njëjtës materie në gjuhën shqipe të shekullit 16-17. Nuk është rastor fakti që ai vetë në të shkrimtit si përfituar përmbledhjen me titull e Recherche des anciens textes albanais, të votuar po në vitin 1932, që përbën në studimet tona një prej arritjeve më të çmuara në fushë të studimit të teksteve të vjetra shqipe, njëherë është një nxitje e një fill që kjo e fundit të konsiderohej për aktualitetin e tematikave dhe për mënyrën si nënvizohej impakti kulturor i librit të shqipur dhe në traditën tonë letrare. Natyrisht, ka pasur një rreth të përcaktuar informacioni dhe në kohën e cilën Rok pasëron dijen e bashkëkohës dhe vetëm të dhënave i vepra të kësaj natyre, duke nxitur njëherë se të verifikohen me tej, duke vazhduar me studimin e drejtë për drejtë të tyre. Për te informacioneve të çmuara që shpërngajnë bibliotekat e vendeve evropiane, autori ndihmërisht të vijnë në vëmendje interpretime mbi tema të caktuara që lidhen me tipologjinë editoriale të emrave të rëndësishëm në botën e librit në arealin italik, në cilin dhe libra të të njëjtës natyrë me ato që trajton Rok dhe kolegët e tij, studiuesit të traditave shkrimore të gjuhëve slave që janë shkruar në gjuhësi në shekullin 18. Marrë Rok që dishekull dhe përgatiti dhe orientoi dishekull. U përgatit dhe ndreshi fatmirësisht në kursusin e tij aktor dhe profesional, dietarë që ndanin të njëjtat pasione me të, duke filluar nga kërkimet me tekstet më thjeshtë dhe gjuhës të letërsisë prande, për të vijuar me kurreshtin shkencore një gjeografi gjustore, marrëdhëniet mes gjuhëve, historinë e gjuhëve romane, rrethanat e përmesimit të tyre, çështjet e plotësimit të tezauruseve madhore në të cilat dhe novum glosarium që do të thërë një vend të rëndësishëm. Eduard Fournier i përforcoi rigorozitetin në leximin e teksteve dhe në kërkimin e analizave autoptike të origjinaleve. Joseph Bédier orientoi me tekstet mesetare duke ushqyer dhe kurreshtin për të njohur më mirë dhe më për ato. Ferdinand Bruno që lehtoi identifikacionin për nocionet hyjëse në historinë e gjuhës prande. Emri i tij është i lidhur mushtrisht me një revistë shkencore që kushtohet dijes mbi gjuhën dhe kulturën e romanitetit, prania e tij në lidhje me Romania, siç citoi profesor Langarica, besuar nga Palmeje fillon në rolin e drejtuesit nga viti 1911 e më tej. Por çka është e rëndësishme që ai ka rolin e drejtuesit, të recenzuesit, të kronikanit, të artikullshkruesit, por njëkohësisht evidentuesit, të kontribuesit në këto disiplina, gjithmonë gjuhë, kulturë, romanitet, histori e gjuhëve, edhe në enjtë të tjera shkencore të ngjashme, ku do të citoja në herë de l'école pratique des études, revue de linguistique romane, revue de langue romane, edhe studime të tjera cahier de civilisation médiévale, ku më tej dhe do të shkruhet mbi Mario Rok si kontribues në të njëjtat revista.
Në diskutimet e tij matura në fund të viteve 30 të shekullit të kaluar, spikat interesi për marrëvajtjen mjekësire të kërkimit pra kundërshkujtar Akademisë des Inscriptions de Belles Lettres, mi arkeologjik dhe historinë, mi shkollën franceze të Romës, shkollën franceze të Athinës, shkollën arkeologjike franceze të Jeruzalemit, Institutin francez të Damaskut, të Kairos, si dhe vetë preokupimin, që ishte viti 1940, që puna kërkimore të mos ndërpritej nga ngjarjet që lidheshin me luftën e dytë botërore, që ishte faktor i konsiderueshëm në klasë. Pikërisht, le discours de Monsieur Mario Roch, président de l'Académie, réfléchir në compte rendu de l'Académie des Inscriptions Belles Lettres, në vitin 1927, flet qartë për profilin e tij mjeshtëror me gjithë shqetësimet që bartë në cilësi, ai një drejtues institucional kompetent dhe njohës së mirë i gjithë klimës që kushtozonte vimësinë e kërkimit shkentor në këto fusha. Vitet 1961 shënon largimin fizik të Mario Roch Ajeta, por njëkohësisht lidhet me iniciimin e memorizimit nga ana studiuese që e patën pjesë të formimit të tyre dhe që tashmë nidhin gjurmë të kontributeve të tij në disa orientime. Në përpilimet me karakter komemorativ që tasojnë njëri tjetrin jo vetëm në vitin 1961, por dhe në artikuj të mëdhon, dhënia në duke skrupulozitetit të tij shkentor nuk mungon asnjëherë, ashtu siç nuk mungon aktësimi metër, që në antiket ta edukojnë që në hyrje të kësaj shtëpisë tone për veçimin mjeshtër, preferuar pikërisht në figurën të zgjedhur dhe të jetë magjister në përfitaritë e tij. Magjister në kuptimin e mirëfillt që jepet manualet me historinë e gjuhës latine, përfaqëson diçka që jep më shumë dhe më mirë, dhe në këtë vështrim besojmë se në këtë homazh modest të ditës së sotme, i jemi paraqur sa do pak përkrijimit të profilit të tij për studiuesi, duke qenë se në seriozitetin e çastës ndaj teksteve të dhënash në historinë e tyre, Roch çel dhe orientues metode dhe parashkrues kriterësh të shëndoshëm. Do të detyrohem të kapërcej pak interpretimet që janë dhënë në enciklopedi, përfshirë thërat e hartuara nga Carlota Jarvini dhe studiuese të tjerë bashkëkohës për të arritur te përmbyllja. Portreti i Mario Roch ka ardhur i plot me stratesa të Jean Cartier, Félix Decoy, Alfred Merlin, sekretar perpetuel de l'Académie des Inscriptions Belles Lettres, recensioneve një kontributet e tij letrare dhe filologjike, por dhe një glosar me rëndësi për botën mesjetare franke nga Maurice Delvaux, por dhe nga të tjera tekste komemorative që nuk kanë qenë asnjëherë shënime të thjeshta të shkruara në radhë të largimit të tij nga jeta. Çdo shkrim i publikuar nga viti 1961 më tej në veçantë i dha në rubrikat e periodike të institucioneve akademike të Unione Franceze, dhe në duke aspekte të metodës e të autoritetit të tij të reflektuar në veprime, fjalime, recensione, artikuj kritik në cilat ai realizon atë çka kolegët e tij e realizonin në mënyra të tilla. Dhe pikërisht me këtë mënyrë përjetësimin dhe i praveve kontributeve kemi menduar dhe ta përmbyllim këtë trajtesë. Në fakt, sikur koha ishte më bujare, isha dhe një aspekt mbrëmja personalitetit të tij, ajo ndarja midis magjistë dhe ministër, që në kohë që drejtonte, orientonte dhe vetë shërbente me institucionin. Pra të trajtesë kushtruar në ministri që përmendoj së tepërmi dhe studimet specialistike në tekste dhe historinë në leksikë të shkruar shqipe. Ishin parashikuar diskutime, dhe në vërtet për sërdoja që në të dhimë ka profesionalen, dhe me drejt në fleta dhe diskutime të drejshme, si do mos të atina dhe drejtë së të Okej. Falenderoj gjithë referuesit për kontributin e spikatit kulturës Mario Roch, ndonë se nuk jam kompetent në filologi dhe nuk do të flas, nuk do të kam pyetje për këtë sepse nuk është fytyra ime e filmit dhe jam i sigurt që edhe shumë gjëra të tjera mund të thuhen në këtë drejtim. Do të ndalesha kryesisht në aspektin e kontekstit social, politik, shkencor të kohës, të proi kontribui Mario Roch, duke munduar që të pyes vetëm për kohën e tij, dhe jo për një sot në
cili pavarësisht nga emri nuk ishte një instrument shqiptar, po ishte një instrument politik i qeverisë. Përmendet gjithashtu dhe Antoine Millet, gjykatari më i shquar i Francës në atë kohë dhe ishte si thuaç majë e piramidës në një sistem piramidal. Në të njëjtën kohë, në disiplinat të tjera ishin Marcel Mauss, për shembull, ishte në të njëjtën majë të ndoshta të së njëjtës piramidë në fushën antropologjisë, ashtu si dhe Durkheim në fushën sociologjisë e në atë kohë, ndoshta dhe sot, s'ka që të sot, sistemi shkencor francez ishte piramidal. Dhe të bili të përballur që në majat e piramidës ishte një gjë thuajse e pamundur, duke ditur qëndrimin që ka mbajtur Antoine Millet për gjuhën shqipe, apo ndoshta mund të citoj qëndrimin në Marcel Mauss për shqiptarët, qëndrimin që për një shqiptar të dhimbshëm. Tani, pyetja ime është kjo, në këtë kontekst, i drejt apo a mos duhet marrë parasysh edhe ky dimension i situatës politiko-shkencore të kohës për të vlerësuar një figurë si Mario. Pavarësisht në diskutimin meritat e tij, kontributet e tij për këtë apo atë çështje filologjike. Ndërmimi është që nëse duam të vlerësojmë drejt një figurë shkencore matematik, duhet marrim parasysh kushtet sociale, politike, shkencore, ashtu siç janë, se panegjerizmi është i panevojshëm si mund të shpjegohet, pyetja ime është si mund të shpjegohet kontributi i Mario Rocq në kushtet kur ai ka vepruar në një kontekst hostil për çështjen në cilin ai merr. Unë mendoj që ndryshe nga Mejeja, Mario Rocq është një tjetër dritar, një tjetër hapësirë. Mejeja, unë përmenda shumë pak, por qoftë tek artikulli 915, qoftë tek vepra që shkruaj në lidhje me gjuhët, ka shpërfillë. Më të butën po e them unë, por nga ana tjetër Mario Rocq nuk është në këtë hapësirë. Mario Rocq fillon të jep mësim të gjuhës shqipe në një kohë kur kjo atmosferë mund mos ishte shumë favorizuese. Fillon në 1919 dhe në mënyrë të veçantë pastaj në vitet 23 deri 27, e kam të pa verifikuar, por ndoshta ka qenë edhe ndikimi i intelektualëve shqiptar ose i disa njerëzve midis tyre dhe i frashëj, i cili mundëson pagesën e mësimit të dhënies së shqipet atje. S'është e verifikuar në dokumenta, por kitet. Dhe në këtë drejtim Mario Rocq është në tjetër hapësirë. Dhe në veprën e tij nuk ka shpërfillje, nuk ka denigrim, ka vetëse një lloj kurioziteti dhe në fundit stofsh shkencëtar. Dhe unë e diferencoj nga kjo anë sepse ndoshta ndikimi tek Mario Rocq i ngarkesave që vishin si rrjedhoj e politikave, Mejeja ishte në krye piramidës, po ishte në krye edhe të piramidës politike, sepse bënte raporte në fundit për qeverinë franceze se si do të jenë shtetet e reja të Evropës. Dhe në shtetet e reja të Evropës, bota slave ishte aleatja e parë. Ndërkohë, Mejeja drejtonte Institutin e Studimeve Slave. Vetëm ishte tjetër gjëra. Ndërsa unë kujtoj që Mario Rocq të gjë më ka shoh në veptarinë e tij, shkencën e tij, në kërkimet e tij, nuk e kemi këtë lloj që po të them një lloj shpërfillje nga vetë shqiptar, përkundër, kemi tjetër gjë. Nga kjo shpjegohet sepse në fundit
Anila e ka, shkenca kërkon Nuk ishte një shtet diktatorial Franca në ato, Po, dhe një dietar, një firmor kishte aktivitetet e veta dhe kërkimet për të. Por, në fakt, ja politika apo vaje politika, në varë se ti bën pjesë në drejtë ka qenë në institut. po është në një, sepse në vetvete, bashkë me politikën, kemi edhe ndarjet e hapësirave të interesimeve politike. Dhe është një interesim brenda propaganda mjedisit intelektual francez, qoftë edhe politik, i botës slave, është një tjetër gjë i bote të dytë, të tretë, të katërt. Në fundit, tek Mejeja kemi një kundërshëndres ndaj Austro-Hungarisë. Një kundërshëndres e cila merrte dhe kjo ishte e keqe, merrte dhe motivimet dyshore. Dhe nëpse kjo rekomandonte. Kjo rekomandonte ose do ta mbronte. Por për Mario Rocco mund jenë mirë që ne e kemi dhe unë jam me atë ide në mënyrë që ne do duhet ta kemi si model sepse mund të ishin përputhje dhe interesa tjera të politikave atje, por në raport me Shqipërinë ishte një pozitë shumë Dhe prandaj them se është domosdoshme të studiohet konteksti në dimensionet e veta reale. Me leje. Dhe jo thjesht panegjirik. A mundën vetëm dy fjalë, jo pas Dhe të profesor Gardi, më vjen mirë që kanë filluar këto diskutime në vitet 20. Tek deputat Frashi, tek Lumën Sëndesh, kemi ca qëndrime shumë interesante, pikërisht në zbërthimin e këtyre interesave të politik.